meine Damen und Herren, nicht die Weltwirtschaft stand zu Beginn. Gjermanët nuk po lëshojnë pe karshi aspiratave të Serbisë për të filluar dialogun për antarësim në Bashkimin Evropian. Kancelari Angela Merkel e kurszoi rrugën e serbëve drejt Evropës me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Kosovo in den letzten Monaten bei der Marrëveshja duhet të implementohet. Procesi normalizimit të marrëdhënieve duhet të vazhdojë dhe dialogu i Serbisë për antarësim do të fillojë pas normalizimit të plotë të marrëdhënieve me Kosovën. Gjatë adresimit të saj deputetëve në Bundestag, Merkel caktoi edhe periudhat kohore kur do të mund Serbia të fillojë dialogun me Bashkimin Evropian. Konferenca parë për fillimin e dialogut për antarësim të Serbisë në BE mund të mbahet në janar dhe atë vetëm pasi të konfirmohet në dhjetor për zbatimin e plotë të marrëveshjes së Brukselit në mes Prishtinës e Beogradit. Parlamenti gjerman ka nxjerrë një deklaratë të veçantë për këtë çështje ku janë cekur kushtet për Serbinë. Bundestagu kërkon shpërbërjen e plotë të strukturave paralele në veri të Kosovës dhe të krijon të reja që do të kontrollohen vetëm nga qeveria e Kosovës. Kërkohet mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe në veçantë qasja për policët e doganierët kosovar në pikat veriore kufitare. Në deklaratë është theksuar se hetimet rreth djegjes së ambasadës gjermane në Beograd janë të pamjaftueshme dhe ky rast duhet të zgjidhet.